Zgjedhjet e 11 maj 2025 nuk po japin thjesht një rezultat elektoral, po prodhojnë një tërmet politik veçanërisht në dëm të Sali Berishës. Me vetëm 2035 nga 5225 kuti të numëruara, trendi tani është më së i qartë. Partia Socialiste e Edi Ramës është drejt një fitoreje historike me më shumë se 80 mandate, ndërsa opozita e udhëhequr nga Sali Berisha është rrëzuar në nivelin më të ulët që nga viti i zi, 1997. Nëse për Ramën fitoria duket si një kurorëzim i një projekti të gjatë politik që kulmon me një mandat të 4 të radhazi, një arritje e padëgjuar më parë në historinë moderne të Shqipërisë, për Berishën dhe aleatët e tij, kjo zgjedhje është një grop politike me pasoja që mund të shkojnë deri në shpërbërje ose dorëheqje nëse do të ishim një vend perëndimor. Në Tiranë, që mbart 37 mandate dhe është gjithmonë barometri real i klimës politike, PS është shumë pranë sigurimit të 19 mandateve, një më shumë se në 2021-shin. Ndërkohë koalicioni PD-ASHM bie nga 17 në vetëm 14 deputet, një zbritje dramatike në zemrën e vendit. Ajo çka bie në sy është ndarja e votës opozitare mes partive të reja. Partia Mundësia, Nisma Shqipëria Bëhet dhe Lëvizja Bashk marrin secila nga një mandat, ndërsa edhe PSD e Tom Doshit siguron një mandat të veti në Tiranë, konfirmimi i pazëvendësueshmërisë së tij në elektoratin popullor. Në Fier socialistët udhëhequr nga Belinda Balluku kanë kaluar çdo pritshmëri. Nga 9 mandate, PS mund të shkojë deri në 12, duke lënë shumë pas objektivat e dikurshëm të Gramoz Ruçit. Opozita nga 6+1 4 vite më parë, tani është në kufijtë e 4 mandateve të mbijetesës. Ky është një nga shembujt më flagrant të rënies së besimit ndaj strukturave të vjetra opozitare. Në qarkun e Elbasanit, një zonë që ka qenë për herë në vëmendje për influencat kriminale, PS shkon nga 8 në 10 mandate, ndërsa opozita bie nga 6 në vetëm 4. Kujtojmë që Elbasani ka qenë në hijen e aktivitetit të një grupi kriminal të udhëhequr nga Suel Çela, tashmë në kërkim, që sipas prokurorisë ka pasur ndikim në procese zgjedhore të mëparshme. Dibra, dikur një territor i sigurt për PD-n, të herë përmbyset nga PS, e cila merr 3 mandate nga 2 që kishte. Lezha, një tjetër bastion i djathtë, i dorëzon socialistëve 4 mandate, për herë të parë në histori duke dhënë shumicën në këtë qark. Kandidati demokrat Xhelal Mziu është shprehur jashtë duke thënë se miliona euro janë hedhur për të bler votën dhe se nuk do ta pranojnë rezultatin. Në Shkodër, bastioni legjendar i së djathtës, PS arrin 4 mandate, ndërsa opozita bie në 5. Por ajo që mbetet konstante është PSD e Tom Doshit, që ruan 2 mandate pavarësisht se nuk është më në aleancë me PS-n. Doshi në një deklaratë për mediat tha se ka patur presione nga të dy anët. Na kanë thënë mos votoni PSD-n, por populli vendosi për ne. Ne kemi mbështetur PS-n 4 vjet. Tani është koha të vendosim vetë. Në Vlorë PS ruan 8 mandate me 57.5% të votave. Në Korçë mbeten 6 për PS-n dhe 4 për PD-n, me një mandat që kalon në Tiranë. Në Berat, PS mban 5 mandate, opozita vetëm 2. Në Kukës raporti mbetet si në 2021-shin, 2 për PD, 1 për PS, por me një rritje domethënëse të PS-s në përqindje. Në Gjirokastër PS ruan 3 mandate, PD merr 1, por me një rënje të dukshme në vota. Në Durrës PS mban 8 mandate si në 2021-shin, por me 51% të votave, një rritje që dëshmon për besim të qëndrueshëm në këtë bastion të madh urban. Pra deri tani, me 52.3% të votave të numëruara, Edi Rama është në një pozicion të paarritshëm. Fitoria e mandatit të 4 të radhazi i jep atij kontroll të plot mbi kuvendin, e ndoshta edhe pushtetin lokal në zgjedhjet e ardhshme. Ai nisi mëngjesin pas fitores duke shpërndar një foto simbolike nga godina e PS-s, me nuanca mavi dhe një fjali të heshtur, por të kuptueshme. E katërta është më shumë se një triumf, është dominim. Në anën tjetër, opozita jo vetëm që nuk ringrihet, por copëzohet nga brenda, ndar ndërmjet humbësve të vjetër dhe partive të reja që kanë marrë mandate nga vota proteste. Ajo që ndodhi më 11 maj 2025 nuk është vetëm një humbje për PD-n dhe LSI-n, por një vot ndëshkuese ndaj gjithë sistemit opozitar që nuk e ripërtëriu kurrë veten. Deri tani nuk kemi ende asnjë koment nga Selia Blu, ku Berisha ka shkuar sot herët në mëngjes.